Një delegacion i Partisë Fratelli d'Italia, forca politike, kryeministres italiane Giorgia Meloni, qëndroi disa orë në gjadër të Lezhës për të verifikuar funksionimin e kampit të emigrantëve, i ngritur sipas një marrëveshjeje mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, që fillimisht parashikonte pritjen e emigrantëve që kapeshin në det deri në riaddhesimin e tyre. Kampi i Gjadrit është ndërtuar në 3 zona, njëra për pritjen e emigrantëve, tjetra që do të funksiononte si qendër e qëndrimit për riaddhesim dhe një tjetër ishte burgu për rastet kur emigrantët kryenin vepra penale brenda kampit. Marrëveshja hasi probleme juridike pas disa vendimeve të gjyqësorit italian. Në pranverën e vitit të kaluar, qeveria Meloni nxori një dekret në të cilin parashikoi mundësia e transformimit qendrën e qëndrimit dhe riaddhesimit në Gjadër dhe edhe të huajt të parregullt ndodheshin tashmë në Itali dhe ndaj të cilëve po merreshin në shqyrtim masat e dobimit nga vendi. Aktualisht në Gjadër funksionon vetëm CPR-ja, e cila ka një kapacitet prej 96 vendesh që nga prilli i vitit të kaluar në këtë qendër janë trajtuar 527 emigrant. Në daljen e vizitës, deputetja Fratelli d'Italia Sara Keleni, përgjegjëse për Departamentin e Imigracionit, hodhi poshtë pretendimet të opozitës italiane dhe deklaroi se kampi funksionon normalisht. Aktualisht në Gjadër ndodhen 82 emigrant me origjinë nga Afrika e Veriut, Afrika Qendrore dhe Bangladeshi. 82 të tjerë janë riaddhesuar, ndërkohë që në 270 vende mungon konfirmimi i transfertës së tyre. Me hyrjen në fuqi të paktit për emigracionin dhe azilin në muaj të vijim, shpjegoi ajo, ekziston një kornizëm e gjerë për qendrat tek e cila përfaqëson plotësisht mundësitë e përdorimit të kësaj qendre në mënyrë konstante dhe të vazhdueshme. Qëllimi i kësaj vizite ishte sipas deputetëve hedhja poshtë me fakte e narrative së shtrembëruar dhe të qëllimshme të opozitës italiane, lidhur së cilës kanë struktura që nuk funksionojnë ose më keq janë në shpenzim të pajustifikuar fondesh. Deputetët e Partisë Meloni e shohin këtë si një projekt që funksionon dhe që përkundrazi përfaqëson një model për të gjithë Europën. Sipas qeverisë Meloni, modeli i qendrave si ai në Shqipëri synohet të shtrihet edhe në vende të tjera përfshirë Afrikën në kuadër të strategjisë së re për emigracionin. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka bërë të qartë së fundmi se ky model i qendrave të riaddhesimit është ekskluzive vetëm për Italinë. Në përfundim të vizitës, deputetët italianë do të përgatisin një raport për qeverinë Meloni ku do të paraqiten gjetjet e vizitës.